vlerësojmë se dy të gjeturat kryesore janë praktika e votimit. Praktika e mëhershme e votimit, ajo është e parapame, sikurse e dim në kuvend praktike e votimit ka qenë vota e hapur, po ashtu e gjetur e rëndësishme e që theksohet është domosdoshmëria e bashkëpunimit në këtë rast, pra në rast e mungesës shumicës, e bashkëpunimit mes forcave politike, edhe ajo që është tani vendim i gjykatës kushtetuese për këtë në gjetura në shpjegimet paraprake, ndërsa në vendim është edhe kohëzgjatja, që janë 30 ditë. Deri tani ka ndodhur kundërta, pra në seancë në parlament, pra kësaj here, është ndrru praktika e votimit në mes të votimit, që është një precedent, pra nuk është në bazë kushtetuese, po ashtu që është tepër e rëndësishme, si diçka e re që ka ndodhur, është edhe insistimi i marrjes së votës pa marrëveshje, pa kompromis. Ne si Aleancë, duke pa këtë gjendje, edhe këtë situatë, pra me drejt ju kënë drejtue gjykatës kushtetuese, që vlerësojmë tani pas vendimit gjykatës është që janë pjek kushtet, me u kthye praktika e votimit e votës së hapur, janë kriju këto kushte, gjykata e ka dhënë shpjegimin, njëkohësisht janë pjek kushtet edhe për konsulta, për të dakordu për kandidatin, pra se kompromisi, bashkëpunimi, i ndërsjellë, përgjithësia e përbashkët nënkupton, pra edhe një dakordim për kandidaturën në këtë rast. Në këtë seancë, për mos me leju me shku me të vjetrën, me ja fillu e me e kry pa rezultat, kemi ra dakord edhe me nënkryetaren, në këtë rast që shefi e grupit parlamentar, zonin time Kadriaj, që është edhe autore e kërkesës në tonë në gjykat, po që e mbështetur edhe për deputetëve gjitha partive politike opozitare, kemi ra dakord që të kërkojmë një konsult me kryesuesin e kuvendit, sikurse dini kryetari vetëvendosjes ka kërku një konsult për nesër, po ne nuk guxojmë me u sjell me të vjetrën në këtë seancë, se atëherë do ta vazhdojshim praktikën thu se s'ka ndodhur kur gjë, e ne do të kërkojmë një konsult kryesuesit të seancës.